Dashi. Sa do të përpiqeni gjatë kësaj dite, nuk do arrini ta përmirësoni menjëherë jetën tuaj. Shpesh do tregoheni kokfort dhe do preferoni të mbylleni në vetvete pa folur shumë. Për ju që jeni në një lidhje, kjo do jetë një ditë mjaft e vështirë. Në disa momente do ndjeni të përhumbur dhe të pasigurt për hapat që duhet të hidhni. Ju beqarët nuk keni pse të bëni përpjekje për të ndryshuar statusin, sepse gjithçka do vijë natyrshëm dhe pa sforco. Në punë nuk do hasni probleme të mëdha, por do ju mungoj këmbëngulja që keni pasur më parë për të arritur objektivat tuaja. Në planin financiar do tregoheni optimist dhe nuk do tërhiqeni përballë sfidave, edhe pse do ju duhet durim. Shëndeti, lodhja mendore dhe tensioni i brendshëm mund të ndikojnë në gjendjen tuaj. Mundohuni të qetësoheni dhe të mos mbani gjithçka për vete. Këshilla e ditës, jo çdo ditë është për veprim. Ndonjëherë reflektimi është hapi më i mençur. Demi. Përgatituni për një ditë të hareshme. Buzëqeshja nuk do ju largohet nga fytyra dhe gjithçka do e bëni me dëshirë. Për ata që janë në një lidhje, kjo do jetë një ditë dinamike dhe plot risi. Do kaloni momente shumë të bukura pranë partnerit dhe emocionet do jenë të forta. Ju beqarët duhet të reflektoni disa herë para se të veproni, sepse veprimet e nxituara mund të sjellin shgënjime ose lëndime emocionale. Në punë do dini t'i menaxhoni gjërat me më shumë kujdes dhe për çdo paqartësi do kërkoni drejt për drejt ndihmën e eprorëve. Në planin financiar rrezikoni të bini prej dëshirave të momentit dhe shpenzimeve të tepruara, gjë që mund t'ju vendosë në vështirësi. Shëndeti, energjia është e mirë, por shmangni lodhjen e tepërt dhe ushimin e pakontrolluar. Këshilla e ditës, mos i plotësoni të gjitha dëshirat menjëherë, durimi ju mbron nga gabimet. Binjakët. Gjatë kësaj dite do preferoni të qëndroni në vend dhe nuk do keni dëshirë të bëni lëvizje apo ndryshime. Për ju që jeni në një lidhje, dita do jetë mjaft pasive. Her pas here mund të mërziteni dhe do ndjeni nevojën për diçka ndryshe. Ju beqarët nuk do doni të bëni ndryshime, sepse edhe ashtu si jeni do ndjeni mjaft mirë me veten. Në punë nuk priten zhvillime të mëdha dhe ekziston rreziku të humbisni disa mundësi të mira për shkak të pasivitetit. Me financat nuk do tregoheni as pak serioz dhe gjendja mund të përkeqësohet edhe më tepër nëse nuk reflektoni në kohë. Shëndeti, mungesa e energjisë dhe demotivimi mund të ndikojnë në përqendrimin tuaj. Këshilla e ditës, mos lini rastet e mira t'ju ikin nga duart vetëm për rehati momentale. Gaforja. Përpiquni të përmirësoni marrëdhëniet me të gjithë ata që ju rrethojnë, sepse vetëm kështu do ndiheni më optimist dhe më të qetë. Ju të dashuruarit nuk do keni shumë durim për të dëgjuar partnerin dhe kjo do shkaktojë her pas here debate dhe keqkuptime. Ju beqarët do keni një ditë të mbushur me aventura dhe emocione. Do ishte mirë ta shfrytëzoni çdo moment, sepse raste të tilla nuk vijnë shpesh. Në punë, për shkak të dëshirës për të arritur gjithçka menjëherë, rrezikoni të ecni shumë shpejt dhe të lini boshllëq e pas. Financat do jenë të kënaqshme, prandaj mund të mendoni edhe për ndonjë investim të vogël. Shëndeti, kujdes me lodhjen fizike dhe nervozizmin e akumuluar. Pushimi është i domosdoshëm. Këshilla e ditës, mos nxitoni drejt majës pa forcuar bazat. Luani. Kjo ditë nuk do jetë as e jashtëzakonshme, por as problematike. Ju të dashuruarit do jeni në humor të mirë dhe të gatshëm për të bërë gjëra të bukura me partnerin. Surprizat do jenë të pranishme në disa momente. Ju beqarët do ndjeni po ashtu mirë dhe do jeni të hapur ndaj eksperiencave të reja. Mundësitë nuk do mungojnë. Në punë fati do jetë në anën tuaj dhe do arrini të përmbushni të gjitha objektivat që i keni vënë vetes. Financat duhet t'i mbani nën kontroll për të shmangur probleme në të ardhmen. Shëndeti, gjendje e mirë fizike, por mos e neglizhoni pushimin. Këshilla e ditës, edhe kur gjithçka shkon mirë, ruani masën dhe kujdesin. Virgjëresha. Sa do të përpiqeni ta përmirësoni situatën gjatë kësaj dite, asgjë nuk do jetë e lehtë. Për ju që jeni në një lidhje, dita do jetë e mërzitshme dhe pa emocione të reja. Në disa raste do ndiheni të brengosur dhe të paqartë.
Ju beqarët, përkundrazi, do jeni me shumë fat në dashuri dhe ardhmja juaj mund të ndryshojë brenda pak minutash. Në punë është më mirë të prisni edhe disa ditë përpara se të nisni sfida apo projekte të mëdha, sepse sot nuk është momenti i duhur. Në planin financiar gjendja do jetë e qëndrueshme. Nëse vazhdoni të reflektoni para çdo shpenzimi, nuk do përballeni me probleme. Shëndeti, ndjeshmëria emocionale mund të ndikojë në energjinë tuaj. Këshilla e ditës, disa ditë janë për durim, jo për veprim të madh. Peshorja. Turbullira dhe stuhi të mëdha priten sot në jetën tuaj. Për ju që jeni në një lidhje, kjo do të jetë një ditë mjaft e trazuar. Në disa momente nuk do ndiheni as pak mirë dhe do mërziteni me personin që keni në krah. Do ju duket sikur mungon mirëkuptimi dhe kjo do ju rëndojë emocionalisht. Ju beqarët do tregoheni të palogjikshëm dhe ka gjasa të hidhni hapa të pamenduar, të cilët më vonë mund t'ju sjellin pendes. Në punë duhet të krijoni, të shpikni dhe të tregoheni shumë më këmbëngulës. Ato ide që i keni mbajtur gjatë në mendje është koha t'i vini në zbatim. Buxheti nuk do jetë i keq, megjithatë nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet, përfitimet do duken më vonë. Shëndeti, tensioni emocional mund të ndikojë në qetësinë tuaj të brendshme. Mundohuni të shmangni stresin dhe të gjeni kohë për veten. Këshilla e ditës, mos veproni në ndikimin e emocioneve të forta, sepse qetësia ju ndihmon të merrni vendime më të mira. Akrepi. Yjet do ju bëjnë më të kontrolluar dhe më logjik gjatë kësaj dite. Nëse keni një lidhje, partneri do t'rregojë më shumë dashuri, përkujdesje dhe do jetë më shprehës me ndjenjat. Ai do ju qëndrojë pranë në çdo moment dhe do ju jap ngrohtësinë që keni dëshiruar prej kohësh. Ju beqarët do mendoni më tepër për argëtimin dhe daljet me miq, pa e pasur mendjen tek kërkimi i dashurisë së madhe. Në punë duhet të mateni mirë para se të nisni projekte të mëdha, sepse prej tyre do varet e ardhmja juaj dhe e kompanisë. Në planin financiar mos u nxitoni për asgjë që të shmangni gabimet. Huat dhe borxhet duhet t'i evitoni me çdo kusht. Shëndeti, gjendja do jetë e qëndrueshme, por mos e neglizhoni pushimin. Këshilla e ditës, mendoni 2 herë sot, sepse logjika është arma juaj më e fortë. Shigjetari. Përgatituni për një ditë të mbushur me emocione të fuqishme. Ju të dashuruarit do tregoheni më të përkujdesur ndaj partnerit dhe do kaloni më shumë çaste romantike me të. Në disa momente atmosfera do jetë aq e ngrohtë sa do ju duket sikur jetoni një ëndër. Ju beqarët duhet të shmangni impulsivitetin, sepse veprimet e nxituara mund të sjellin pasoja të rënda për të ardhmen. Në punë, në orët e para do ndiheni disipërtas, por shumë shpejt do rimëkëmbeni dhe do hidhni hapa të sigurta drejt suksesit. Në planin financiar do jeni me fat dhe nuk do jetë problem edhe nëse kryeni disa shpenzime më tepër. Shëndeti, energjia do vijë duke u rritur gjatë ditës. Këshilla e ditës, mbani nën kontroll emocionet që të mos prishni ekuilibrin tuaj. Britsjapi. Për disa fusha dita e sotme do jetë e mrekullueshme, ndërsa për disa të tjera duhet treguar kujdes. Nëse keni një lidhje, më në fund do arrini të sqaroni problemet e vjetra me partnerin dhe do ndiheni shumë më të qetë. Pas mesditës buzëqeshja do ju rikthehet si më parë. Ju beqarët gjithashtu do jeni me fat dhe do arrini të konkretizoni disa nga ëndrat tuaja më të bukura. Po hyni në një periudhë më të këndshme. Në punë do jeni të paduruar dhe nxitimi mund t'ju çojë në gabime serioze, të cilat do jenë të vështira për t'u korrigjuar. Në planin financiar ekziston rreziku i vështirësive të njëpasnjëshme. Shëndeti, kujdes me lodhjen dhe tensionin nervor. Këshilla e ditës, durimi sot është më i vlefshëm se çdo vendim i shpejt. Ujori. Gjatë kësaj dite nuk do ndiheni as pak mirë dhe zemra do ju duket bosh. Ju që jeni në një lidhje, edhe pse pranë partnerit, do ndiheni të vetmuar. Ngrohtësia e dikurshme do ju mungoj dhe kjo do ju trishtoj. Ju beqarët duhet të tregoheni shumë të matur, sepse jo të gjithë personat që do ju tërheqin do jenë ashtu si duken në pamje të parë. Në punë nuk do ju vlerësohen meritat dhe kjo do ju mërzit shumë.
Flisni hapur me eprorët dhe nëse nuk pranohen disa kushte, mendoni seriozisht për alternativa të reja. Në planin financiar bëni llogarit me kujdes që të mos përballeni papritur me vështirësi. Shëndeti, gjendja emocionale e rënduar kërkon qetësi dhe reflektim. Këshilla e ditës, mos e nënvlerësoni veten, edhe kur të tjerët nuk ju vlerësojnë. Peshqit. Dita do filloj qetësisht, por gradualisht do zbukurohet dhe do bëhet më emocionuese. Nëse jeni në një lidhje dhe keni edhe dyshimin më të vogël ndaj partnerit, flisni hapur dhe mos mbani gjëra të fshehta. Vetëm kështu do shmangni probleme serioze. Ju beqarët më në fund do realizoni një takim interesant dhe serioz, i cili do sjellë ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Në punë mendohuni mirë para se të veproni dhe parashikoni pasojat e çdo hapi. Me shpenzimet tregohuni sa më të moderuar dhe nuk do keni asnjë shqetësim. Shëndeti, gjendja do përmirësohet ndjeshëm gjatë ditës. Këshilla e ditës, sinqeriteti është çelësi që hap dyert e qetësisë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.